What the fuck? Matteo shpallet I preferuari I publiku dhe shpëton disa banorë nga nomini. Gjithë komentet ishin shqyr që morët parasysh votat e publikut. Pra komentet e Instagramit që po I lexoja. Edhe unë jam një nga ato komentet dhe them shqyr që Matteo doli preferuari sepse kishte ardhur vërtet moment. Ke votuar? Ishte pak Nuk kam votuar. Ishte pak goditse se gjithë prajmi ishte Miri, Selin, Gimbo, Robert, I erdhi si bomb. Por e di kush mund të ketë votuar? Casey, motra e Mateos, prandaj unë do ta marr që ta pyes sepse edhe ata kam bërë dhe një reagim në Instagramin e tyre. Alo. Hi Casey, si e? Unë jam Artemisia dhe të telefonoj drejt për drejt nga Andala. Përshëndetje. Përshëndetje. Keni bërë një reagim në Instagramin tuaj, do me thënë në Instagramin zyrtar të Mateos për disa ofendime që Rogerti ka bërë kundrejt Mateos. Si ju andukur juve ato fjalë? Po nuk besoj se fjalët e Rogertit kanë nevojë për një koment nga ana ime, me thënë drejtën, se fjalët e Rogertit flasin vetë. Pra ju jeni kategorikisht kundër atyre fjalëve, keni biseduar me produksionin se çfarë po bëjnë ata për ta menaxhuar Rogertin në këtë pikë? Kjo është pjesë e jona, nëse kemi diskutuar apo jo. Por që shpresoj që të merren masa për Rogertin, sepse ofendimet e Rogertit nuk kanë qenë vetëm kundrejt Mateos, kanë qenë dhe kundrejt Selinit dhe banorëve të tjerë aty. Nuk besoj se ka ndonjë banor që nuk është ndier I ofenduar ose cënuar nga Rogerti. E vërtet. Po në marrëdhënie me Brikenën, si po të duket Mateo? Ditët e fundit. Jeni bërë dhe follow në Instagram familjarisht. Kush bëri të parë kë, domethënë? Po tani, që unë I takon të bëj parë. Pra ti ke bërë follow. Ka vajt Marinus me follow. Normal se çunit I takon të bëj përpara. Tani, mund ta konsiderojmë ne këtë krushqi të finalizuar apo? Online. A keni shkëmbyer mesazhe? Jo, mesazhe nuk kemi shkëmbyer, po besoj qysh është mirë kuptimi nga ana jonë, është dhe nga ana atyre. Marrëdhënia po trajtohet me respekt nga të dyja palët, mua ato të dy pëlqejnë shumë bashkë në të drejtën. Pra je pro Brikenës. Po, dhe më pëlqen shumë kur e shoh vllajin tim që realisht ka një mbështetje të mirë aty brenda sepse I duhet. Kur mendon do puthe? A do puthe se ne po presim puthjen? Aty brenda I duhet. Fatosi po pyet ndërkohë kur do puthen se është shumë I investuar të di kur po presim do puthen. Se kalon shumë Valentini, s'pam gjë. Nuk e di, unë jam jashtë pikut, si Apo po bën Brikena si e vështirë, thua. Po tashi gocës I takon. I takon, Janë të ndara këto, çunit I takojnë, gocës po. I takon që ta njohin një njeri mjaftueshëm për të shkëmbyer një pyetje. E vërtet, Mateo ndërkohë doli preferuari I publikut, si e pritët këtë lajm, a e prisnit apo ju erdhi dhe juve surprizë si disa aty në shtëpi? Me gjithë mbështetjen që ka Mateo jashtë, duhet të dilte I preferuar dhe jam shumë e lumtur që doli I preferuar dhe jam shumë falënderuese kundrejt çdo personi që e mbështet, e voton edhe me qindra mesazhe që më vijnë çdo ditë si mua si Instagramit Mateos duke shprehur vlerësime të ndryshme për vllajin tim. Ndërkohë përveç Rogertit, Mateo ka pasur disa përplasje edhe me Mirin, ku duhet themi që debatet kanë qenë goxha të ashpra. Nuk e di si është parë nga ana juaj kjo gjë ose sepse deri tani ata kanë pasur konflikte, po deri para 2 ditësh ata e eskaluan këtë gjë. Ishin fytyrë me fytyrë me njëri tjetrin, duke sikur nga momenti në moment do kapeshin edhe me duar fizikisht. Shiko, të njëjtin koment që thash për veprimet e Rogertit, do jap edhe për veprimet e Mirit, unë nuk dua të komentoj më shumë se ç'duhet, kështu që të njëjtin koment do jap për të dyja sepse janë të dyja veprime të njëjtit nivel. Kështu që flasim vetë, nuk është nevoja për koment nga askush nga ne besoj. Kesti dhe një pyetje të fundit, kush të duket kundërshtari më I denj kundrejt Mateos? Pra përballë Mateos këshe? Pyetje e vështirë kjo. Selini. Okej, për arsye se më duket lojtare shumë e fortë edhe është shumë aftë për atë lojë, njësoj siç është edhe Kristi. Këtyre të dyve nuk I shoh si kundërshtar si armiq, po si kundërshtar që kanë nivel loje kundërshtar të denj. Okej, dhe më të pastër. Faleminderit shumë Kesti. Të përshëndesim. Pafshim.
Interesante. Shikon që mësuam të gjëra të reja. Po, pra, me sa Nëse- duket familja Mateo si pas ka bërë follow, pra kanë pa. shkuar në Mirë, Kosovë. shiko, i takonte, e tha dhe Kesi, do e themi dhe ne tani, po Shiko- gjithsesi ka pas shumë drama, nuk ka Po, qenë kjo unë drama them e të merremi vetme pak të merremi në pak shtëpi. me Gjëra serioze. Rogertin, i cili e tham që është ajo e keqja domosdoshme, po me komentin e fundit që kishte bërë kundrejt Selinës, për mendimin tim e ka tepruar jashtëmase. Si mund ti tregosh ti një vajzë burrë rin duke i thënë do ta tregoj në hotel ku e piti kafen, ça hoteli do shkojmë, domethënë Selin për mendimin tim e ka ruajtur shumë mirë gjaktësinë në atë moment, sepse ky djalë nuk po ndalon me E produksionin, vërtet. por në hije. Shiko. Jam dakord që duan show, po në çfarë kosto? E di Në çfarë çfarë kam kuptuar unë se ne jemi përpjekur edhe vetë që të kontaktoj me familjarët e Rogertit dhe në këtë pikë unë realisht mendoj. ku sa mbroj. S'ka si Ka ta diçka, mbroj, mbase vjen dhe zor në këtë pikë për gjërat. Jo, Se si mund t'i thuash një burr i martuar, një vajze në shtëpi, ta tregoj unë në dhomën e hotelit se çfarë jam mjaft të bëj. Unë kam parë pak online se si është duke u trajtuar e gjitha kjo çështje dhe familjarët e Rogertit janë duke nxjerrë Rogertin si një viktim. Pra sa duroj Rogerti, çfarë po i bën Rogertit, i shkreti ky, i ziu ky. Atua se Rogerti është i kulluari në këtë Big Brother dhe ka diçka Rogerti luan shumë pis. Ne kemi thënë po ai nuk njeh sensin e masës. Ndoshta ka të bëjë dhe pak, nuk e di, qofsh e gabuar, pjesa e kulturës duke qenë se ai vjen nga një realitet tjetër. Jo, ka diçka që njerëzit andej i thonë njerëzve andej u drejtojnë ndoshta shumë në mënyrë shumë të hapur, në mënyrë shumë më të egur, nuk e di. Dhe ai nuk ka një eksperiencë televizive për të njohur masën. Shiko, mund të jetë dhe kjo, po në një farë mënyrë aty i lumë, se është bërë për mendimin tim lideri i aty grupit dhe mënyri po përdoret shumë zgjuarsisht nga Rogerti dhe nuk po tregon fare zgjuarsisht. Zgënjyese imagjino të drejtohesh nga Rogerti. Të drejtohesh nga Rogerti, po fakti që Miri ishte pretendent për të kthyer në një lider dhe për të kthyer në një pol. E humbi mundësinë Miri për të qenë një pol i asaj shtëpie, po nga ana tjetër lidhur dhe me sensin e masës që ti thua, nëse Rogerti shkon në dhomën e rrofimit dhe ata brenda i thonë që vazhdo se je shumë mirë, normalisht që Rogerti do vazhdoj, sepse nëse do kishte një sens mase dhe nga produksioni, do ishte thënë, do ishte thënë për masazh në stil. Po pra, masazh në stil, masazh moza. Gjithsesi, unë nga Miri unë ndjeva disi i zhgënjur, po kjo ndodh kur loja juaj është e vetme fokusuar tek dashuria dhe uroj që mos të ndodhi me Mateon. Fakti që Mateo u shpall si i preferuar i publikut është një mundësi e artë dhe ai duhet ta shfrytëzojë patjetër. Gjithsesi situatat kanë eskaluar këto ditë në shtëpi, mbase e kanë kuptuar dhe ata që s'po bënin asgjë dhe thanë okay, të kalojmë direkt në shere dhe debate agresive. Më kryefjalë është ndarja e Mirit nga Selina, e kupton? Dhe kjo u hap prajmi, u diskutuan ata të dy. Unë mendoj që ka ndodhur qëllimisht nga Selin. Mendoj që Selin tani nuk do të njihet si Selina e krevatit e Mirit. Dhe do të luajë të lutu, jo sinjale, ato ishin bombardime, ato ishin, du të sharë më kokë i ka krevat. Ishte shumë e qartë se edhe Marko ja ka thënë, edhe Gimbo ja ka thënë të gjithë Mirit, Luizi nga ana tjetër, Stenaldo, pra ishte sade se si po shikohet nga Unë jam shumë kurioze ta shoh Gimbon në lojë dhe jo vetëm në marrëdhënie me Selinën, sepse më duket djalë vërtet inteligjent dhe që mund të bëjë një lojë të zgjuar pa kaluar masën. Marrëdhënia të humbet, ne kemi thënë disa herë që marrëdhënia ose të prish lojën, ose duhet jesh i zotit i mbash të dyja dhe luftën me banorët, por edhe romancën. Gjithsesi, ne do presim prajmin e së shtunës për të parë se çfarë do ndodhi më tepër, po deri atëherë ju do na shikoni, ne keni për detyrë të premte në orën 8. Bën kjo, pos na fal, ëh? Ç'mendem unë pastaj, pos na fal. Për të shtunën janë Juela, Mali, Marko, Miri, Rogert, Selin. Se shiko, ne e paralajmëruam që mund të ditë në një nga këto dhe do Liina. Absolutisht. Jeta ime disa Juela përshëndron fort Juela ende. Mund të jetë Mali, mund të jetë edhe ky djali të cilët unë nuk ja kam fiksuar kur emrin më fal, Marko se di që emri është i shenjtë. Marko e ka nominimin e parë këtë, sepse ka shumë pak kohë që mbas edhe të fundit. Po e pash direkt pas Prime-it dje, pash që ishte duke u kapur me disa banor. Pra edhe ky tani po mundohet, duke qenë se është java e tij e para nominimit të krijojë disa trazira. Dhe Juela pati një debat shumë të fortë me Gretën.
Dhe nuk e di pse eskaloi dhe shkoi te plumbat biseda dhe te tragjedia që Juelës i ka ndodhur, se është pak e errët kjo si nisi debati dhe çfarë ndodhi, po gjithsesi. Varet se si përjetojnë. Ato i din vetë punët e tyre. Juela po bën çmos që të mos jetë Nita Latifi e këtij edicioni. Edhe unë Po, i jap duat të vitit e mia sepse po mundohem. Ta Selini, ta të lutem pa më aktivizo. Unë mendoj që ka nga Gerta. Gerta i thash, "Unë si kam hyrë, unë thash." Jo Gerta. Greta retresh, ngel të biku të kaluar ty. I ngatroj Gertën me Gretën gjithmonë. Dhe Nitën me Juelën. E ka këtë mrafsh. Shiko, Juelën bravo i qoftë se është ngjitur Rogerti nga mbrapa, pra Po, janë Masha me Ariun, Masha me Ariun. Po, Masha, po. Dhe mendoj që do kalojnë, do ja kalojnë me klikin e Tomi dhe Xherit. Ajo nuk ta shfrytëzoj. Nga Big 2-shi, 3-shi, 4 kaluan te Masha, pastaj te Tomi dhe Xheri, ju kaloni të premte në orën 8 te WTF-ja. Dëgjojeni mizën se. Dhe pastaj të hënën sërish live në orën 6, deri atëherë ne do shihemi sërish. Pafshim. Pafshim. Ándale.